Zëdhënësi i policisë Marian Josifovski në prononcimin për TV2 njoftoi se gjatë 2 ditëve të vikendit në rajonin më të gjerë të Gostivarit ka ndodhur gjithsej 3 aksidente. Si pasojë të rreshurave të fundit atmosferike të dëborës, janë regjistruar edhe aksidentet e para në komunikacion. Zëdhënësi i policisë Marian Josifovski në prononcim për televizionin TV2 njoftoi se gjatë 2 ditëve të vikendit, 27 dhe 28 dhjetor, në regionin më të gjerë të Gostivarit, ka ndodhur gjithsej 3 aksidente. Të shtunën në fshatin Gradec, 2 banor kanë pasur lëndime trupore si pasojë përplasjes së 2 automjeteve. Të njëjtën ditë në rrugën Vëllezërit të Gjinovski në Gostivar, në përplasje mes 2 automjeteve, një person ka pasur lëndime trupore. Po ashtu të dielën pasdite në fshatin Toplic janë aksidentuar 2 automjete, por fatmirësisht nuk ka pasur pasoja në njerëz. Ai rikujton shoferët se nga 15 nëntori deri në 15 mars të vitit 2015, drejtuesit e automjeteve detyrimisht janë të obliguar të jenë të pajisur me pajisje dimrore. Në të kundërtën, policia do t'i gjobit të gjithë ato që në trafik dalin të papërgatitur, duke rrezikuar veten e tyre dhe të tjerët. Ai ritheksoi që drejtuesit e automjeteve duhet të paguajnë gjobë në vlerë prej 15 eurove, nëse nuk u përmbahen rregullave ligjore që dalin nga ligji për sigurinë në komunikacion rrugor, përkatësisht posedim të pajisjeve dimrore në automjetet e tyre.